Dhjetra banor të fshatrave të zonës naftëmbajtëse Patos Marines kanë protestuar paraditën e sotme përballë zyrave të kompanisë Bankers Petroleum për mospagesën e qirasë së tokës. Ata pohojnë të ndinjuar se rreth 800 banor të fshatrave Marines, Belin, Sheqisht, Zharrës, Kalm, Frashër e Kuman, që prej fillim vitit 2026 nuk janë paguar për qiran vjetore të tokës, e cila është në shfrytëzim nga kompania për rrugë, parkingje, sheshe e puce nafte, të cilat shfrytëzohen nga kompania që nga viti 2010. Në shenjë proteste përpara zyrave të Bankersit për të kërkuar dëmshpërblimin e tokave tona. Tokat Bankersi na i ka marrë me qira dhe nuk e respekton kontratën. Kontrata është bërë me 4 milion lek dylymi, këta kërkojnë ta ulin, ta bëjnë me 2. Në të njëjtën kohë që çmimet kanë vajtur në stratosferë. Kur një dylym ser sot bujku nxjerr gati 6-7 milion lek në një dylym. Ky ka marrë gjithë tokë edhe nuk na dëmshpërblen. Ne kërkojmë nga Bankersi të na i ngrej çmimin, jo të na i ulin. Qiraja vjetore është që kemi bërë kontratën me 4.000 lek dylymin, këta kërkojnë ta bëjnë me 2. Dhe përsëri nuk janë të rregullt. Edhe me 4, këta ne i vonojnë lekët. Ne i kanë vonuar nga 6, 7, 8 muaj. Ka dhe nga 2025 që janë firmosur kontratat dhe nuk janë dëmshpërblyer. Ne kërkojmë që këta o të zbatojnë kontratën me 4 milion dhe të jetë në rritje jo në ulje, ose ta prishin kontratën e të na i kthejnë në tokë buke, në gjendje të pashme, sipas kontratës që kemi. Banorët kërkojnë një zëri respektimin e kontratës sipas ligjit dhe kundërshtojnë ndryshimin e kontratës nga 1 vjetore në 2 vjetore dhe përgjysmimin e çmimit të qiras nga 400 lek për metër katror në 200. Ballë një fakti tepër shqetësues për ne si fshatarë që kemi dhënë tokat me qira. Sot, mbasi morë vendimi të gjithë bashkë, erdhëm u paraqitëm përpara Bankersit të paraqesim shqetësimet tona. Mbasi këtë radhë ata kanë shkelur me të dyja kontratën që ne kemi firmosur. Kontrata është e vendosur nga një noter. Si ka mundësi që këta kërkojnë ta shkelin këtë kontratë? Pse jemi ne të pafuqishëm? Ne jemi të pafuqishëm zotrinj. Dhe për këtë i bëjmë thirrje që nga instancat këtu më të ulta, që nga prefekti, që nga kryetari i bashkisë, deri te kryeministri, ta shikojnë këtë punën e Bankersit, sepse ne nuk kemi pasur probleme deri sa ka qenë kompania Bankers kanadeze. Këto kanë filluar që se ka ardhur kinezi këtu. Prandaj ne kërkojmë zgjidhjen sa më parë të kontratës, sepse unë kam që nga data 9 janar, kam vajtur janë paraqitur 2 herë te kompania, nuk pranojnë ta firmosin kontratën sepse të vënë kushte, sepse ata janë të fuqishëm. Që kontratën unë personalisht nuk e di, unë e kam vjetore, e firmos në datën 9 dhe në kontratë thuhet detyrimi i kompanisë bëhet 2 javë të para të vitit kalendarik. Domethënë që unë e shumta në 9 shkurt unë mirë aparat. Tani është shkelur absolutisht. Unë kam pas probleme edhe tjera, unë jam paraqitur gjykatë, unë personalisht. Edhe i kam bllokuar punimet tyre, edhe ja bllokoj prap. Po unë kërkoj të jem njerimi të gjitha. Të merrem me vesh me kontratën. Unë jam nga ata që e bllokoj prap, po ne themi të merrem me vesh. Vetëm kalamajt e tyre duhet hanë. Dhe për mua vjedhin këta zotrinj që janë këtu. Asnjë tjetër. Këta të merret edhe spaku të merret me këta për mua. Unë kërkoj zgjidhjen. Dhe personalisht e dua, nuk duhet të heqi depo, të heqi puset dhe të ma leri qakull tokën, sepse kam oferta tjera nga kompani tjera për atë toka tjera. Banorët pohojnë gjithashtu se nëse kërkesat e tyre nuk do të merren parasysh, do të kërkojnë rikthimin e tokave në gjendjen e mëparshme dhe përshkallëzimin e protestës. Sqarim këtu te Bankersi se nga vitet tjera ne na i ka paguar pakesën kurse këtë vit na ka vënur shumë. Edhe thot arsyeja se ju e keni me 4, thot dhe tash do ta pagojmë me 2. Pse ta pagojmë me 2? Kur ne kemi me 4, kemi bërë kontratën 10 vjet më përpara. Edhe ne duam ngritje, jo ulje. Çmimi i naftës po rritet sa të sferë, ai thot unë do çoj me 2. Pse të ma çoj me 2? Jo se që s'bet, edhe unë tash vet aty te toka ime, ai tokën time e ka thurur me tela me gjema, ka vë dhe ushtarin atje dhe thot nuk lejohet të hyjë, thot se është private, në tokë time. Po, nga kompania, të heqin ato puset edhe ne nuk duam asnjë lloj shpenzime, vetëm të na kthejnë tokën në qyshesh. Jo të na gënjejnë, thotë e ke me 4 tash të paguash me 2.
ne nuk dingjem, neve nuk na pyesin, ne edhe kur vemi aty thonë ata ik largohu se s'kemi punë me ju. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje të gjithë këtyre pjesëmarrësve që janë këtu. Bile nuk janë këta vetëm, po janë disa 10 herë më shumë. Ne kërkojmë nga kompania Bankers, se kemi nënshkruar sikur se thanë dhe parafolës, kemi nënshkruar kontratën me ta, për atë çmim që është vendosur, që kemi rënë dakord 2 palë. Kompania kërkon ta prishin atë në mënyrë të njëanshme. Gjë për të cilën ne nuk jemi dakord. Edhe me 2 fjalë themi kompanisë, dakord, na liro tokat, na i kthejnë gjendjen e mbarshme, që ne të prodhojmë mishë dhe gru, edhe mos merremi me ta, se s'ka nge njerëz të vinë lart e poshtë në zyrat e tyre. Se këta e kanë në pikën e kontratës, ne kur marrojmë atë, thotë të na kthejmë tokën në gjendjen e mbarshme, atë kërkojmë ne. Ne për këtë nuk jemi dakord, edhe na jo jemi mbledhur sot. Kjo është një grevë simbolike në shenjë paralajmëruese, se ne pastaj do të bllokojmë, do njoftojmë dhe policinë dhe do ta përshkallëzojmë sa të zëmë dhe vendburimin atje. Belina sa banorë? Po domosdoshmë na kanë marrë tokat, tash tokat në mëzë prodhojnë goxha, se tash çmimet janë rritje, domosdoshmë. Nafta nëse majnë dot, kështu që ne i mbjellim grurë dhe misër ato, se ujë për baditje ka me bollek, sidomos në Belin, në flasë se cine Kryeplagu ka me bollek ujë, se bashkia ka mundosur pompat në lume dhe e ka përmirësuar cilësinë edhe sasinë e baditjes. Kështu që tokat e ne nëse që prodhojnë goxha, kështu që ne më lebërdi kemi ne i lërojnë ata, tokat edhe vazhdojnë aktivitetin e tyre, pastaj ku të gjejnë. Për banorët e zonës naftëmbajtëse që raja vjetore e tokave mbetet një ndër burimet kryesore të ardhurave të tyre.